Përshëndetje Naim, zoto, mirë se keni ardhur në Sol në intervista. Faleminderit për ftesën dhe shpresoj që t'ju plotësoj çfarë interesin keni për. Zakonisht njerëzit si ju, po themi ne, mos e merrni për kompliment, kanë karrierë shumë të madhe, shumë të gjatë, një përvojë të jashtëzakonshme, po përmend vetëm një shifër, 30 vite në televizion, në gazetari, dhe shumë pak njerëz e dinë gjithë këtë përvojë. Diçka mund thoni për këtë eksperiencë? Po, karriera ime është e gjatë, mund të quhet kështu, po përgjithsisht zeliu me shtypit. Unë kam punuar në rreth 25 vjet me fjalë në gazeta, në disa gazeta, duke filluar nga Zëri i Popullit, ose më saktë t'ju them një detaj me fjalë që nuk e di kush, ose çuditëm gjithë që unë nuk kam filluar punë në gazetë fillimisht. Çudia ime është se fillova në kinostudion Shqipëria e Re. Dhe e the këtë sepse unë mund të jem njeriu që shumë më pak filma dhe televizion. Jam njeri teksti me kja, nuk jam njeri figurës. Kështu që mund të bëj edhe me një, nuk e di se sa do jem viziv për juve në këtë intervistë. Atëre, ju e keni shtëpi botuese emri i cilës është i madh. Pse zgjodhët këtë emër? Naimi. Ka një histori pak a shumë kjo e para njëherë se lidhur me mbylljen e shtëpisë botuese Naim Frashi. Ju duhet e dini ose duhet e dini. E libër shkollor. Sigurisht e dini, që ka qenë nga shtëpia më e madhe botuese në Shqipëri, që botonte pothuajse gjithçka që shkruaj dhe përgatitej në Shqipëri. Ku arkivi i saj duhet të ishte, nuk e di a është ruajtur apo s'është ruajtur, një nga vlerat të mëdha të kulturës shqiptare. Problemi është se në fillimet e demokracisë ose në fillimet e tranzicionit shqiptar u krijuan shumë probleme dhe unë nuk e di se si shtyu ata që ose kush instancat përkatëse që ta mbyllnin ose ta degradonin shtëpinë botuese Naim Frashi. Dhe lajmi për mbylljen e në një mënyrë shkatërrimin e shtëpisë botuese Naim Frashi, unë e kam pritur me trishti. E para një herë si gazetar, pastaj edhe si autor me fjalë, jo thjesht për libra ose për shkrimet e mia, po për gjitha të kulturë, atë literaturë të jashtëzakonshme që ka pasur kjo shtëpi botuese. Pavarësisht asaj anës ideologjike ose të kështu, ato janë probleme të tjera mire. Kështu që mbyllja e kësaj ishte një nga arsyet ose një nga shtysat që më bën mua të mendoj hapjen e një shtëpie botuese. Ideja ishte që të hapen një shtëpi botuese me këtë emër. Një po problemi që u krijua, që edhe unë vetë hezitova kur ma tha njeri se nuk e kisha mendjen fare që unë vetë e kam emrin Naim. Ti gjë për Naim Frashin, po. Unë mos thatu kush, po ti emir të do e vësh, dhe unë më hoqa dorë. Me thënë drejtën sepse ngela dhe vetë, kështu se domethënë nuk e kisha për lidhje më shumë. Dhe kemi patur diskutime, unë ka patur gjithmonë një shok e mik me cilën po thua jam rritur dhe gjatë gjithë kohës kemi qenë bashkë me profesor Shaban Sinani dhe diskutuam që çfarë emri t'i vëmë, unë nuk e kisha thënë këtij, që çfarë kisha menduar. Dhe e hoqa nga mendja emrin Naim me kë, emër tim si më sa. Edhe profesor Shabani më tha mua dëgjoj, për këto punë është vetëm Xhevair Spahi. Domethënë ai ditë të qelloi për të vënë emra. Kështu që më mirë se atë, ti e ke mik, unë e kam mik, shkojmë atje pim një kafe, edhe kemi shkuar tek kafe e famshme London, që është tek Shtabkaçe Dasian aty brapa Vallit të Kulturës. Shkuam me taku me Xhevo, edhe duke i thënë. Ai u entuziazmuar që do krijonim një shtëpi botuese. I tham ne po kemi një problem, prandaj kemi ardhur. Po ta zgjidhim. A që një emër. Edhe Xhevo që është i smur tani edhe jam emocionuar tani që përmend emrin e tij, i them Xhevo, si kemi gjetur emrin? Se unë thash nga çka ka dëgjuar kë? Sa e ka emër shtëpia botuese Naimi. Po jo, i thash unë, jo, nuk s'ka lezet dhe unë hiç mendje. Tash nuk ka lezet emri. Edhe Xhevo kthye me kokë ande nga malitaj dhe tha, nuk e kam për ty jo, por e kam brada ke lart për Naim Frashi.
edhe një shoku jon piktor gjeti dhe logën e portretit Naimit, edhe beti do të thënë Naim Frashi, pavarësisht se nuk ishte akoma nuk në pikpamje juridike nuk ishte mbyllur shtëpia botuese Naim Frashi. Kështu që u zgjidh vetëm me anë të logos që ka Naim Frashi. Që është thjesht Naimi, si jep. Kjo është historia e fillimit të kështu dhe e gjitha u bë për të nuk mund ta kuptonin që të vazhdonin botimin në Shqipëri pa një shtëpi botuese me emrin e Naim Frashi. Kështu që prandaj ja kemi bën këtë emër dhe prandaj mori këtë emër në nderim të poetit ton kombëtar. Kemi bërë dhe debata, kam bërë një shkrim në gazetë, kam bërë polemik me dikë, që i kishte thënë dikujt një nga këta studuesit e rinj, i kishte thënë se ai kishte dëmbronte, më duket doktoratura dhe çka tillë me një studim për Naim Frashin. Edhe ky profesori nga këta rjoshët me qenë, ishte thënë, akoma me Naim Frashin do merrni ju dhe ndryshoj e merrem me diçka tjetër. Naim Frashi është i tejkaluar tani. Okej, është mendimi i tij, po i gabuar. Nëse ishte kurrë një luftës antikomuniste, gjithçka. Po s'ka lidhje me komunizmin ai, mirë. Tashi, Naim, mund të doni një histori të shkurtër të botimeve më të rëndësishme shqiptare, sipas mendimit tuaj, pas shkrimit të Shqipes e deri sot. Librat më të rëndësishëm që i kanë shërbyer gjuhës shqipe, që pas shkrimit të saj. Nuk mund të jap këshilla që të bëj një që sepse librat, kjo fjalë e rëndësishme me fjalë nuk do ta marr për sipër me këtë. Po unë po ju them që unë mjafton t'ju them se çfarë botoj unë dhe kjo është përzgjedhja ime. Unë shtylla kryesore e botimeve të mia është agonologjia. Me fjalë, libra për kulturën dhe identitetin kombëtar dhe për letërsinë shqipe. Dhe unë kam përzgjedhur, nuk botoj gjithçka. Unë botoj libra të karakterit studimor, monografik, me libra që kanë të dhëna për letërsinë dhe kulturën shqiptare. Problemi këta konsiderojnë unë libra të rëndësishëm. Unë mjafton t'ju them një listë me autorë që ka botuar unë dhe lexuesi ose shikuesi mund ta e kupton pastaj se kush janë preferencat e mia. Unë më them që ndër autorët kryesorë që ju botoj vazhdimisht libra është profesor Shaban Demiraj, Ramet Paz, sepse nuk jeton profesori jon, profesor Matteo Mandala, Shaban Sinani, Gjovalin Shkurtaj, Gjovalin Cimbalo, është një autor italian që ka shkruar një libër shumë të mirë për historinë e fesë dhe raportet e fesë në politikën në Shqipëri. Profesor Teuta Tosca, profesor Francesco Altimari, një studiues më të mirë arbëresh që kemi neve, botime nga Fanolit, të profesor Xhevat Lloshit, kam botuar një luftë e fshehtë në Shqipëri të një autori të Universitetit të Cambridge-it, profesor Roderick Bailey, profesor Anastas Dodi, të profesor Marlen Kazmit, Çankorle Balones e disa të tjerë. Kështu që këta autorë dhe këtë lloj literature kam marrë përsipër unë të promovoj përmes shtëpisë time botuese. E them këtë këngull në këtë lloj literature, sa në këtë lloj botimesh, sepse çudia më e madhe është kur në kulturën shqiptare duhet të futet një frymë progresiste në kuptimin edhe të studimeve dhe letërsisë dhe të kulturës. Çudia është që ka hyrë në mes një rrymë që nuk merr vesh se ç'është. Është humor, apo është shkencë, apo është albanologji. E kam fjalën për atë lloj literaturë ose lloj librash, literaturës mund t'ja u them, librash që botohen sot dhe që kanë marrë famë për masat e epidemisë, që janë libra që duan të shpjegojnë më saktë historinë e gjuhës shqipe, jo etimologjinë, nga vjen fjala, këto janë me këto qeshet
na qesh bota. Unë mund të bëj vetëm edhe problemi është se lexuesit janë orientuar këtu. Po. E kjo është nuk di si ta them. Se mund të bësh vetëm një pyetje të vogël mund të bësh. Ore, këtë citojnë këta. Këta nuk citojnë në skënd. Ti po të shikosh librin e profesor Sabel, librin e profesor Shaban Demira, i ke fund të krye që të thuj ti, po këta që thonë vazhdimisht, unë i referohen këtia. Po, referenca, po. Me i fjalë, modestia në kul. Do të ti pare duhet të thosh, nga ke mësuar këtë gjë? Ku bazohesh? Ndërsa këta librat e turbologjisë, si që ka quajtur profesor Ardian dhe Biu, këta nuk kanë e parë njerë nuk citojnë njëri tjetri. E tëta nuk i citojnë kush. E fundit fare, mo po ka në njëri në këta, ose shtiru në njëri në një event shkencor jashtë vendit. Po. Me i fjalë. Mirë po problemi është që kjo lloj letërsie, ose kjo lloj letërsie nuk mund të them, po kjo lloj literature ka përmasa të mëdha. Po. Diçka për letërsinë për fëmijë, çfarë mendon? Si zhvillohet ajo sot? Nuk mund të them asgjë sot të prononcojmë sepse mund të them vetëm kaq që përveç një këshillë për prerje mund t'ja. Ktheheni fëmijët sot, mos keni nesër fëmijë robot. Po. E fjallë, këshilla ime është në çdo shtëpi duhet këtë libra. Nuk ka rëndësi lexon apo s'lexon njëri sot ose nesër ose pas nesër. Ka rëndësi që të ketë libra. Unë kaq sa kam arritur në kuptimin personal, në fjalë se përfaqësoj në një kështu në kuptimin kështu, ja dedikoj librit. Çfarë vështirësish ka botuesi, Naim? Vështirësi botuesi. Sigurisht kur gjendet në vështirësi libri, botuesi është shumë fiq në vështirësi. E dini që edhe libraritë e fundit që rezistuan në Tiranë, tashmë janë kthyer me hanë e pirë. Apo që lajmet apo testet në mediat elektronike nuk i lexon kush, po nuk pati imazh. Qeveria shqiptare harxon miliona euro për lloj-lloj aktivitetesh të kulturës, si ta them unë, pop kulturës ose si kështu. Me shumë pak jep për libra. Unë mund të them një kështu detaj personal. Unë jam çuditur që një nga librat e mi ma ka sponsorizuar, ma ka botuar Ministria e Kulturës në Maqedoni, e cila kishte hapur një konkurs që mund të konkurroje, dhe më botoj, dhe unë aplikova thjesht për, thash, po aplikim shumë për kot me në fjash. I po ma botua. Ndërsa, nga gjitha emra që thash unë, nuk po flas për libra që botoj unë ose që... Po ke rreth 20 botime në vit, mesatarisht, po. Botime që po. Po. Dhe më thënë, në gjithë botë, kjo lloj letërsie që është letërsia ose kultura që lidhet me kulturën kombëtare, sponsorizohen nga shteti, financohen nga buxheti i shtetit, nga qeveria. Të paktën këto vendet për rreth nesh. Ndërsa unë vetëm 3-4 raste mund të kem përfituar fonde për botime të 2-3 libra nga ata që emrat që përmendova. Përse shumica e tyre kanë përballuar vetë. Naim, ju si mendoni, a duhet një rrjet shtetëror ose privat për shpërndarjen e librit që të bëj punën e postës, po themin, apo komunikimi me lexues? Sigurisht një qeveri apo shtet që e vlerëson kulturën, po flas për kulturën e vërtet, e në ratë parë për librin, jo për tallavat e ndjenjave kulturore, për arsye apo për arsye çokash personale duhet që të ekzistonte ky rrjet. Të paktën për shpërndarje ose të kishte çdo qytet kishte një librari publike. Jo ato libraritë që ekzistojnë si protesta, janë private.
si zyra, me fjalë, por që nuk shkon njëri brenda, ose nuk funksionon. Unë e kam në lagjen time një librari të tillë, ose kam parë ndonjëherë hapur. Po. Naim, libri i xhepit mund të jetë një zgjidhje sot në këtë kohën e teknologjisë? Një libër që e mban me veten në xhep, e lexon kudo. Ato mendja ne po dalim jashtë mode edhe librat e xhepit edhe librat të kryq jashtë. Sepse ka hyrë teknologjia, po ajo do të ishte një gjë shumë e mirë, po flas për rastet kur ti uston ose kur shkon diku. S'kam, është më komode ta kesh një libër si thash libër xhepit. Kështu që shumë mirë do ishte. Çdo lloj mënyre për të nxitur sipas me librin dhe kulturën e vërtet është duhet të ndihmohet ose duhet të shumë fishohet. Botimet që cilësoni ju të shtrenjta, në çmim flas, cilat mund të jenë? Po varet. Ktu mund të flasë sa duash. Po nuk do të flas për abuzime që bëjnë edhe botus me librin. Por problemi më madh është numri i pakët i atyre që flasin e lexojnë shqip. Problemi është që ne jemi, duke qenë popull i vogël, kemi edhe numër të kufizuar lexuesish. Kjo jo për arsye se pse jemi pak apo pse jemi shumë. Problemi është se në atë që quhet kosto e librit, sa më pak sot të prodhosh, aq më kopjo, aq më e lartë është kostoja. Unë kam patur një rast për të bërë një kontratë me një autor amerikan. Edhe ai heri nuk kishte mundësi dhe se ishte herët fare, nuk kishte mundësi dhe për të përkthyer ato kërkesat, si më thënë, procedurë për të bërë kontrata, edhe u bën ja përkthyem në anglisht ka 50 faqe që bënin që më rezultoi pastaj që me aq mund botoi libri vet. Dhe përfundimisht, sigur ai nuk kishte asnjë njohuri për Shqipërinë. Po ideja e tij ishte që nuk mund të prodhonte në tirazh 900.000 kopja. Edhe unë kur i thash që mendojmë që të bëjmë 200-250 kopja, ai e mbylli telefonin dhe nuk komunikojmë. Kjo është skandal. Kemi harxuar gjithë të kohë. Po. Thash, ja shpjegova edhe një herë. Ka qetëzues ka Shqipëria. Po. Okej. Kjo është pastaj është t'ju shpjegoj, po nuk e di. T'ju shpjegoj kostoja e librit në Shqipëri është që t'ja u shpjegoj, po t'ja u them kështu. Një libër me diku 300 faqe kushton aq sa kushton. Po çmimi zakonisht ka qenë deri tani të paktën se tani janë 10.000 lekë. Tani 10.000 lekë. Të vjetra. Po të vjetra. Se ne jemi mësuar flasim edhe me të vjetra. Edhe jemi edhe të vjetra. Po. Problemi është që në 10.000 lekë, diku 4.000 lekë kërkon shtypshkronja për shtu libri. Tani, ngelen 6.000 lekë. Në një libër me 10.000 lekë, diku 2.000 deri në 3.000 lekë i do libreria për ta mbajtur dhe për ta shitur librin. Do të thënë shkuan 7.000 lekë, ngelin 3.000 lekë. Kujt ja japësh? Autorit? Botusit? Redaktorit? Apo përkthyes? Domethënë e thirrësova problemin që kemi neve si botuese, si edhe botus. Është për mua është problemi mafja në autorët, është gjunaf. Paguajnë pak. Është turp të them se sa i paguajmë ne, po e fus edhe veten time, autor. Po zakonisht sa paguhet një shkrimtar, sa mund paguhet? Minimale deri tek se maksimale pastaj. Po, varet ka shkrimtar tani. Domethënë, se varet gjithë nga cilësia ose nga shitja, ose nga interesi për lloj libri. Tani nuk mund të krahasosh, po flason librat e Kadares, ose dhe një autori tjetër të huaj, me pastaj nuk mund të krahasosh librat letërsia domethënë letërsia që ecën me kjo. Fata shkencë ose kështu nga këto janë disa lloj kategori libresh për to, por është shumë vështirë. Kështu që
Në mirë mos i kishte bërë këto pyetje sa fiton shkrimtari, falë po të them, sa fiton botuesi. Sa fiton botuesi pak a shumë e morën vesh, është e vështirë për të dy. Atëherë, Naim, si shikon ti të artën e leximit? Si mendon ti? Tani unë nuk e dia do ekzistoj temi lexim. Në marr malli për letrën dhe për shtampë. Ka mundësi që leximi të na injektohet, të mos lexohet. Po të na i fuzi në kështu. Po, me memorie, po. Edhe pse unë vetë kam shumë, nuk dua ta besoj dhe kam frikë ta imagjinoj një botë pa lexim dhe pa libër. Tani teknologjia e re po bën çuditë. Po shkruan dhe roman. Po. Po, publicistik. Po. Do ndryshojmë çik bisedën tash. Do kalojmë pak tek Xhelal Staravecka. Kemë një triologji për këtë personazh historik. Çfarë mund thuash diçka? Se ka shumë për të thënë. Do vjen mirë se pas ka ardhur Xhelal Staravecka në Fier. Po, këtu është aty. Afër. Po, se ka bërë faleminderit që më bëni këtë pyetje sepse unë sapo kam botuar, ndoshta kjo për shkak të kësaj zhurma, kam botuar një libër timin tani. Për Xhelal Staravecën ose sa një monografi. Sepse t'ja u them me dy llafe, në vitin 2012 unë kam botuar kujtimet e Xhelal Staravecës, bazuar në dorëshkrimin e tij. Është një dorëshkrim e diku 1000 faqe. Ku ai tregon ose rrëfen gjithë jetën e vet. Nga 1912 faqe ka lindur deri në 1975 që vdes në Paris. Është një, nuk e di se sa në oritini, po është protagonist i historisë shqiptare, ti parasysh për ngjarje të tilla që nga fëmijë, nga psimet që pësoi për shkak të andarëve grek, ju doj shtëpia dhe ky shpëtoi krejt rastësisht. Ju doj shtëpia, u doj gjithë fshatin fakt dhe po ky ishte 2 muajsh edhe e kanë nxjerr rastësisht dhe e shpëtuan nga zjarri me fjalë. Pa folur pastaj pjesëmarrjen e tij në atë që quhet Kryengujtja e Fierit dhe lidhet me Fierin. Po. Pa folur që është edhe skrapalti dhe fierak, që jeni ka Fieri, sepse familja e vet u shkëput ose u largua nga skrapari, në kohën që u doj në fshat dhe shpje nga bandat greke dhe ajo historia që pësuan shumë a jugu që u është vendosën e fjalë dhe u vendosën në Krapës të Fierit dhe vendosur. Dhe aty është rritur ai dhe pastaj ka vazhduar shkollë. Nëse kontributi ose rolit, pjesa më e rëndësishme e jetës tij ka të bëjë me luftën e dytë botërore, me luftën antifashiste, organizimin e luftës e të tjera. Nuk e di se çfarë jeni interesuar. Është një figurë shumë interesante. Është një figurë jo siç është injektuar ose siç është vizatuar gjatë regjimit komunist për shkak se ai u largua nga forcat partizane. Domethënë, në fakt nuk u largua nga lufta partizane, por u largua për shkak të konfliktit që pati me të dërguarit jugosllav pranë Partisë Komuniste të Shqipërisë gjatë luftës shqiptare. Dhe kjo e denoncoi këtë ndërhyrje të misionarit jugosllav dhe kaloi pastaj disa kohë bëri një qef me ballistë e partizan bashk, pastaj përfundoi në Xhandarmerinë e Tiranës dhe pastaj u arratis. Por kontributi i tjerë si jashtëzakonshëm po flas edhe në luftën antifashiste. Nuk e ti e dini, por Xhelal Staravecka ka krijuar ose ka kontribuar si drejtues në 4-5 qeta të strukturave të luftës nacionale shqiptare, duke filluar nga fillimi nga aksionet individuale në fillimisht, krijimin e qetave partizane, ka krijuar qetë partizane në Fier, ka krijuar qetë partizane në Skrapar, ka krijuar pastaj batalion partizan në Skrapar, ka qenë komandanti i batalionit Riza Serova, pastaj zëvendës komandant i një batalioni
batalionit të dytë dhe zëvendës komandanti i brigadës së parë sulmuese, komandanti ishte Mehmet Sheun, që të gjitha këto ky kontributi të tij është mohuar ose është fshehur, ose nuk është përmendur gjatë periudhës së regjimit komunist. Po pra si ka po. Si ka mundur ta heqin fare këtë, po themi, çfarë narrative ka përdorur regjimi? Se ky ka kontribuar ndërkohë që në fakt libri merret pikërisht me këtë. Po. Ose më saktë, kur u botuan kujtimet, pati jashtëzakonisht, pati jehon, domethënë pati shumë popularitet në Itja. Mirë po, një pjesë e madhe njerëzve, se njihnin. Pjesë e madhe. Po flas ata që shkruajnë ose ata që bëjnë ata që quhet shkrime ose kështu, të gjithë dyshuan. Është e vërtetë, nuk thotë vërtet. Po. Gënjen sepse deri më fund të viteve 90, ne jo vetëm për këtë, por për një pjesë njerëzish që u ndanë me Partinë Komuniste ose me komunizmin, ose u shpallën tradhtar dhe armiq me ato epitetet e zakonshme të asaj kohe, ju mohua dhe kontributi, në thonjza jo, po pozitiv. Do me thënë, u panë vetëm në anën e keqe, u panë vetëm duke i demonizuar. Dhe këtu pasaj filluan ato që mekanizmat e shtetit dhe të partisë dhe të politikës që qoftë botimet që bëheshin për luftën e dytë botërore, qoftë për këto aktivitetet që bënin promovuese të vlerave të luftës, nuk përmendsin disa njerëz, përfshirë dhe Xhelal Staravecka. Për shembull, unë jam rritur nga Zep, dhe sa herë që shkruar për 4 shkurtin, thuaj që 4 shkurtin e bëri Xhelal Staravecka, se ishte komandanti i Gjanarisë së Tiranës. Kur më rezulton përmes dokumentave që kam gjetur dhe që janë botuar në librin e ri, nuk ka lidhje fare. As ka qenë është manipuluar, domethënë, po. Nuk ka, është mashtruar opinioni. Po. Kjo është për gjithë aktivitetin e tij. Për shembull, unë nuk besoj se e di që në Fier, që Xhelal Staravecka ka qenë dhe komisar bile i një çete partizane. E ke aty në libër, e keni të botuar, është një material me 6 faqe, ku Xhelal Staravecka bashkë me komandantin ose me komandantin e çetës, që u bë çeta dhe u vendos komandantin dhe komesari, informojnë qarkorin e Beratit, ku i thonë, sot në datën kaq, u nglodhëm kështu, ishin këta, bën këto gjëra, u fol kështu në këtë, dhe vendosën krimin e çetës dhe në fund fare ke edhe firmat e këtyre, komisari filani, komandanti filan. Tani kjo është manipulimi tjetër që është shumë i rëndë, është përveç manipulim shtypit është sipas një shprehje që unë e kam përmendur në libër dhe që e them, ose janë 2 shprehje që japin gjithë librin së çështë. E para është një shprehje e vetë Xhelal Staraveckës, i cili thotë: ngjarjet historike nuk zhduken pa lënë pas gjurmën e tyre. Dhe dyta është një shprehje e Xhevail Spahiu, një strofë, me 2 varje. Të vërtetën për gjysmën mos e ndaj, se gjysma tjetër komploton kundër saj. Me një fjalë, Xhelalit i thoshin gjithë të këqijat, dhe nuk i thoshin as një nga ato që konsideroheshin vlera. Mirë po, vjen puna, kur shkon një ti si gazetar ose shkoja unë dhe pyesja, më po, kur shiru kjo krahinë si ishin skemat tona eri që shkruani, po. Në filan datë. Po kush e qiroj? Qeta e kotë, po, e krasit. Po kush ishte komandant? A thoshin komandant. Po komisar? Jo, shiko se ja, komandanti, që e shkruaj komandanti, ja tonë. Po, ka padur me të rëpada. Ose, problemi tjetër. Mirë ti shkroje kështu dhe ti shkron kështu. Por si çdo luftë ka palë dhe të gjitha palët mbajnë shënime. Po. Tani mua më rezulton me orë
dhe jo me tit, dhe me javë, po me orë ndiqesh aktiviteti Xhener Saraveskës kur kaloi Partizan. Dhe ke raporte pa fund, që sotu ishte në këtë datë, ishte filani, kaloi këtë, u bë këtë, ishte me kaq Partizani, ishte me kështu. Dhe ke filmos. Ose merr 4 shkurtit. Po. Ule ngri vetëm se Xhener Saraveskën që ka bërë 4 shkurt. Po. Po mirë, hapim arkive. Se çdo institucion ka hierarkinë e vet. Kota, Ministria e Brendshme, pra se Ka arkivin e saj, po, normal. Po. terrorëve. Po. Është kryeministri, ministri i Brendshëm, kryetari i degës siç e kishim na heri, Po. dhe pastaj vjen shefi I zonës. asaj skuadrë. Po. Vente ngjarje. Tani kush ishte komandanti i Xhandarmerisë Tiranës? Ju thoni Xhener Staraveska. Po mirë mo, ja kush kresa, ja kush firmos, nga data 31 janar që kam 31 vjetor që kam marrë unë për të analizuar dhe për të shikuar, deri më 30 mars. Firmos tjetër kush, që se di as kush emrin e tij, ose se përmend të kush. Komandantin e Xhandarmerisë Tiranës. Dhe nuk ka qenë Xhener Staraveska. Po ku ka qenë Xhelali në këtë kohë? Në këtë kohë, në këtë periudhë që flisim ju, që referohen ju, ku ka qenë Xhelali? Ka qenë Partizan? Jo, Partizan ai ka qenë nga 42-shi, nga shtatori, nga fundi, në fakt, nga fundi i korrikut, ose në shtator, ka filluar të betejën e parë që thuhet për të, edhe deri në 43-shi, me fjalë, deri në nëndor të 43-shi. Por pas kësaj, ai kaloi në Xhandarmerinë e Tiranës. Por pas 4 shkurtit, pas kësaj ngjarje që u bubui dhe që u thua gjë e rëndë. Domethënë, ai e ka filluar si shtot vetë në kujtime. Detyrën e ka marrë më 13 shkurt dhe ka filluar punë më 14 shkurt, dhe nuk ka qenë komandanti i Tiranës, ka qenë Tirana, ai heri ka qenë, ose si mund të jetë Fieri sot, me rajone. Po. Rajoni 1, 2, 3, 4. Ky ka qenë firmos vazhdimisht komandant i rajonit numër 1, Po. brendshëm numër 1. Po. Edhe keve pastaj komandant dhe rajoneve tjera, 2, 3, 4. Ndërsa komandanti i tyre I përgjithshëm, po. ishte një tjetër që ka emrin Shërbitopulli. Pastaj, të tjetë rekomendacioni i të tjerëve që kanë mbajtur shënime, finalja është për shembull për caktimin sipas meje, me aq sa kam parë unë dhe me dokumentet që kam parë, më i saktë është një dokumenti i CIA-s amerikane. Po. Se cilët ju ka interesuar gjithmonë që këtë informacion dhe për ngjarje, për punë të veta. Për palët, po, që janë... Qoftë edhe për të vërtetë. Po. Ata e shpjegojnë. Kush e bëri, kush organizoi 4 shkurte, edhe është linja. Xhafer Deva ka dritë sa nga ana e pallit, Xhafer Deva në ana e qeverisë dhe komandanti i Xhandarmerisë Tiranës, dy figura ishin që administrojnë Tiranë. Prefekti dhe komandanti i Xhandarmerisë. Prefekti ishte Qasi Vullneti, komandanti i Xhandarmerisë ishte ky tjetri Sybitok. Po kjo si masakër, po themin, e kujt i vleti? Për çfarë u sajua, po themin? Tani kjo u saju sepse në datën 3 shkurt është bërë një atentat kundër Xhafer Devës dhe Cakrani, Kadir Cakran. Po. Por që ka dështuar. Dhe kjo u bë shkak për të ndëshkuar me fjalë. T'ju japin një mësim të mirë. Këta erën në bëjnë atentate dhe u fillua mbare prashme i fjalë. Pastaj si me thënë masakra u ushtri në kryeqytet në fjalë. Te njerëzit mos kishin lidhje fare as me luftën as me ishin qytetarë thjesht. Dhe pretendohet, ka debate në këtë, që janë vrarë diku 80 veta. Njerëz civil me fjalë, që s'kan lidhje me palët ndërluftuese. Po, atëherë, jemi... Po. Po, vazhdoj, s'ka problem. Jo, desha të thosha edhe një në lidhje me ato të parë, me manipulimin. Po. Tani, edhe gazeta ku kam punuar unë është manipuluar. Po, Zëri i Popullit. Po. Dhe po t'ishte manipuluar një gazetë e periudhës që ka punuar unë edhe hahet e kështu po.
është manipuluar gazeta e luftës, e periudhës së luftës. Nuk e di atini që zëri i popullit është botuar. Ja 23 numra gjatë luftës me i fjalë. Duke filluar nga augusti 42 deri në fund 43. Jo, unë se di. Dhe aty vinë raportet e luftës. Shkruanin partizanët, dërgonin korrespondenca. Që zonë do kjo qeve, mori pjesë kështu. Edhe ekzistonte, ose më në fund, arrita të gjej koleksionin se nuk jetej për të gjithë. Koleksioni i gazetëve të kohës luftës. Mi po më qëlloj që një gjë nuk më korrespondonte me dokumentat që kisha. Të thosh, s'ka mundësime që kështë një t'i lajë, po emrën ndryshoj. Po. Dhe kur shikoj që nuk isha lecuar, nuk isha cituar në atë burim, nuk isha cituar zëri i popullit origjinal. Ishte cituar zëri i popullit i falsifikuar. Me një fjalë, që ta kuptosh, është marrë zëri i popullit, është rishtypu. Pas luftës. Dhe janë hejt. Po, e një të gazetë. Po. Vetëm atje ku përmendesh kot pas unë, Xhelal Saraveska, ose gjithë ata që shpall armiq. Po. Janë hequr emër. Edhe ky botim ka dalë në publik si domethënë problemi është që ti mund të bësh shkurtime, po ti duhet t'i thuash lexuesit. Ose mund të bësh ndryshime. Por duhet të thuash që kjo pjesë është hequr. Ose duhet të thuash që sepse ti e ke shetur për origjinal. Kur origjinali ishte në kasafort, nuk e shikon të kush. Ky është, domethënë, deri këtu ka ardhur manipulime me. Në si shikon sot publicistikën në Shqipëri? Po, unë jam i sinqert, nuk do të pëshosh. Domethënë, ne shpresonim që do kishim një gazetari si që Romeo dhe luftës, idealistët, pasër e kështu. Në fakt, nuk e ndjek me shumë vëmendje, shumë pak ndjek median. Unë kam pasur dhe kam një rubrik që merrem me kulturën gjuhësore. Që më ka çuditur niveli arsimori atyre që shkruaj, ose edhe atyre që kotoj. Domethënë, të mos kuptosh, kot po marr një shembull. Po. Se tia në apostrof ka kuptim tjetër nga tia si për emër vetor. Po, kjo është. Domethënë, ose të shkruash me gabime nga pikpamja se nuk ti që duke mos e vendosur gjuha shqipe si këto gjuhë tjera, duhet të ketë renditjen e vetë fjali që të kuptohet kur që shkruaj fjala, kur që ka bie kundrinore. Një ndryshim i saj ta kthen komplet në të kundërt. Kuptimin, po. Dhe problemi nuk është se nuk është nga ato që quhen lapsuse. Për arsye shpejtësie ty gabon, ai nuk është gabim për mua. Ai është lapsus, shpejtësie, vjen dikush tjetër që redaktori, po. O ti nuk e kupton që e ke shkruar gabim. Kur nuk e kupton. Ky është problemi, problemi im me gazetat e sotme janë ana gjuhësore dhe kanë më shumë reklama se sa informacion. Unë e lexoj gazetën për informacionin, jo për reklama. Po. Po mirë, si mendoni ju për shembull Ben Blushi, Ben Andoni, se janë bena të dy këta, janë publicistë normal, nuk ka dyshim që ka pena shumë mira. Ka pena shumë mira dhe kështu. Nuk po diskutoj për në përgjithësi, po. Ka gazetarë që unë ndjek 3-4 emra i ndjek dhe unë. Po. Po kash. Nga këta për shembull Ben Blushin e ndjek. Po. Të bëjmë pyetje për gjuhën shqipe, se unë për vete më s'ka problem se ne s'është për reklam. Po, nuk po bën histori. Po, unë mendoj që gjuha shqipe është lënda më e vështirë në shkollë. Mendimi im personal, ti si mendon? Nuk mund të them të lënda më e vështirë. Ndoshta për e vështirë ndoshta nga mësuesi. Po, shiko, që gjuha shqipe është një gjuhë e vështirë, është e vështirë, ngarkuar, po nuk ka lidhje kjo. Po. Nuk ka të bëjë shumë ka rënë
ka në kultura gjuhësore. Nuk po është edhe ndoshta gaboj unë, inshallah gaboj me fjalë, por po të lexosh atë rubrikën time, që kanë sa kohë kam lënë për arsye shëndetësore, për arsye syre, sa bile njëri më ka thënë ti mirë tu bëj që u qërrove se me ato që kapi aty. Nuk flasim dot fare. Një gjë më bën përshtypje në kuptimin e figurave, po themi si Staravecka. Mund të kemi dhe figura të tjera sot që jetojnë aktualisht, po ja bëj gjithmonë, po themi, njerëzve të letrave. Si ka mundësi që nuk i dëgjojnë fare këta më një driturit, se këta nuk janë shumë, jo, pak janë. Ose janë aty dhe nuk i dëgjon njeriu, ose nuk dalin, nuk flasin se nëpërmjet mënyrave të ndryshme që kanë mundësive. Mirë këta që janë gjallë, po ti kur merresh me qerin çapë. Jo, po me atë është e kotër. Më fal. Unë kam parë një skandal me Sulemi dhe jam qaq zakonisht i prepur nga ajo, që vin një grup nga këta që merren me gjasme që shpjegojnë Po, fjalët, po, ka shumë. Turbolog. Se ka shumë. Dhe, domethënë, përpara bustit të Eqerençatejt, shajnë dhe flasin kundër Eqerençatejt. E bëjnë edhe me vizive, po, të dushme, po. Dhe me idenë që nuk e hiqni bustin e këtia, që na ka po prapë se kjo është. Ti e çmitizojnë ato. Po ne shqyr që u bë kjo lloj përmbysje rendesh me fjalë ose regjimesh, që u dolën në dritë, për shembull, kanë dalë shumë figura në dritë, shumë vepra. Është pasuruar kultura shqiptare nga ky ndrrim. Po. Domethënë, kështu që unë shpresoj që ideja ndoshta jemi vështëri to, po nuk kemi aq dobët marrë sa mos ndihmuar kulturën e letërsia. Kështu që ose pa ndoshta edhe gazetarët mund të luajnë rolin. Për shembull, unë u mora me të figurë që po diskutoj, pa asnjë kështu fare. Pa interes, po. Fatikisht vetë familja e Xhelal Staravecës nuk tinte asgjë për këto që po them unë ty. Po. E ka marrë vesh, pasi e botova unë, erdhi djali vetë në Amerika këtu. Edhe unë, gjera as me që po flasim nga një tribunë fjerit, që ta falderoj atë vetë, djalin e Xhelal dhe familjen e tij, që u treguar shumë gentil në raportin për të vërtetën. Se unë duhet i merr një lej për të shikuar dosjen e tij, që dosjet janë shumë problematike, se ka brenda gjithçka. Po. Edhe unë jam shumë i kujdesshëm, kam qenë gjithmonë shumë i kujdesshëm, por kisha merak edhe këtij, edhe i thash, ja, mund ta shikoj, jo vetëm ta shikosh ta, po çfarëdo që të ketë tha, edhe të jenë kundër apo pro neshta, ti voto gjithçka që ti mendon se duhet votuar. Në mua, domethënë, kjo tregon emancipim të lartë. Domethënë, kur tjetri të beson edhe sekrete. Se aty në dosjen e nuk e dia kemi neve, unë e ti po. Po, qa do kemi neve, po kemi pasra, kemi jemi të i dukshëm. Naim, të falenderoj për bisedën, jemi në fund të saj. Ke një mesazh për publikun? Po, mesazh, nuk kam një mesazh, në t'i falenderoj dëgjuesit dhe atyre që janë të interesuar ta ndjekin këtë bisedë, edhe emisionin të ndjekin, edhe me këtë rast po i them që lexojnë sa më shumë libra. Qoftë duke mos bler librat e miq, po thoj. Po, mjason që të lexojnë libra, po. Të falenderoj atë.